Rini heroike e vendit ton, kur të mos ndalet hobi tën triumfonjës. Ku do të dëgjohet kënga jote e re, ku do të duket dora jote e fort, ku do të ndjehet mendja jote e shëndosh. Me hobin dhe entuziazmin që të karakterizon, ti shkon në punë dhe në shkollë, se ti je shpresja e Dheut, se ti je pranvera e jetës së popullit ton. Këto fjali, të udhëheqësit të dashur të partisë të popullit Shokut Enver Hoxha, janë sinteza e udhës dhe jetës së rinisë sonë. Dhe kjo shtëpi e dashur që ne i themi Strehëz, nisën udhët e së ardhmes. Nga pragu i saj ngrohtë, nisi edhe udha e rinisë, që do t'i çelte ëndrat e bukura, udha që do t'i lidhte më fort me partinë, me popullin. Rini e sulmit, rini e radhëve të para, të thiri koha për të ngritur mbi gërmada një botë të re, dhe si gjithmonë me zërin tënd të kthjellët e të fortë, the vetëm një fjalë, gati. Në balë të kohës ishe, në balë të përpjekjeve portreti yt i bukur, rini e partisë. Rini, le emrin tënd në urat e shkumbinit, le emrin tënd në digat e mëdha të trinit, le emrin tënd të shkruar në kallin të grurit, le emrin tënd të shkruar me gjerdan llambash, rini me udhë ku të prind partia. Rinë tamë e kanë kuptuar drejt karrunën e partisë e nafta që avtokatë. Shumë të rinj e dashurojnë profesionin e naftatarit dhe punojnë në frontet më kryesore, si në atë kryesenatorit, motoristit, pontisit dhe tjera. Organizata jonë e rinisë vjen në kongresin e tip të bashkimit të rinisë me detyra të realizuara në të gjitha fushat. Këtu në komand komisja dërmuese jemi të rinj, duke punuar në shembull e veteranëve që kanë dalë nga shumë vepra të dritës, edhe ne pasi të marrim ndër centrale komandit do të shkojmë vetë atje ku ka nevojë vëllë. Në uzinën e nitratit të amonit Gogonushi, prezirish në llogarin e parë të luftës së punës. Ai nëpërmjet bërthamave shkencore, po merr pjesë me një frymë të lartë luftarake, ka mundur të realizojë mendimin e tij shkencor në punë dhe në jetë. Këtu në aksionin e rinisë në Luko, punojmë në të rinj të Institutit të Lartë Pedagogjik Aleksandër Giovanni Elbasan. Në kuadrin e kongresit të 8 të rinisë, zotohemi që të realizojmë normën çdo ditë mbi 110%.
Në udhën e fitoreve, Brezi Ynë i Ri, lulja më e bukur e dheut, qeliku special i partisë, vjen ballart në Kongresin e 8. 4 tetor 1982. Të 2000 delegatët sjellin në kuvendin e tyre zërin e rinisë shqiptare dhe entuziazmin e saj për të vënë jetë vendimet historike të Kongresit të 8 të partisë. Të festë të bukur të rinisë e bëri më të gëzueshme ardhja e udhëheqësit të shtrenjtë të Partisë të Popullit, mësuesit të brezit tonë të ri, shokut Enver Hoxha dhe udhëheqësve të tjerë të Partisë të Shtetit. Mes të këtij entuziazmi e optimizmi të thellë revolucionar, me ndjenjat më të ngrohta të dashurisë e të respektit të thellë ndaj partisë e mbarë shoqërisë sonë socialiste, filloi punimet Kongresi i 8 i Bashkimit të Rinisë së Punës të Shqipërisë. Shok delegat, është lumturi e madhe për të gjithë ne delegatët dhe për mbarërinë e vendit tonë, që kemi sot midis nesh në Kongresin tonë, udhëheqësin e mësuesin e dashur, njeriu më të shtrenjtë të zemrave, shokun Enver Hoxha. E gjithë rinia, me gëzim të papërshkruar, e ka zgjedhur shokun Enver delegat në Kongresin tonë të 8. Me qenë se më zgjodhët si antar, ahere jam 60 vjeç. Në udhëheqjen e partisë, grush bashkuar e saj, Brezi Ynë i Ri është shkalitur më shumë në luftën kundër armiqve të brendshëm dhe të jashtëm, të cilët kanë bërë të gjitha përpjekjet për të rrëmbyer popullit fitoret e revolucionit e socializmit dhe për ta vënë Shqipërinë në varësi të fuqive imperialiste e revizioniste. Por partia me shokun Enver Hoxha në krye, ua ka djegur gjithë